Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin policor të Velipojës arrestuan 51 vjeçarin me inicialet NM dhe 45 vjeçarin me inicialet TSH, të dy banues në Baksiriol për veprën penale të shkatrimit të pronës, kundërshtim i punojësi që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik dhe plagosje e rëndë me dashje. Sipas policisë, dy të arrestuarit në bashkëpunim me shtetas të tjerë kanë organizuar një protestë të dhunshme gjatë së cilës kanë goditur në detyrë punonjës të një kompanie sigurie private, duke i shkaktuar njërit prej tyre dëmtime të rënda. Gjatë përplasjes janë dëmtuar rënd edhe disa makineri të një subjekti privat që po ndërton një kompleks turistik me leje përkatëse në rjoll të Velipojës. Dëmi material në makineri konsiderohet i madh, ndërsa punonjësi i sigurisë ka pësuar dëmtime serioze. Në vijim të veprimeve procedurale, materialet janë referuar prokurorisë ku ka nisur procedimin në gjendje të lirë edhe për 7 banor të rjollit të moshës nga 27 deri në 69 vjeç për veprat penale shkatrimi pronës dhe kundërshtimi punonjësi që kryen një detyrë shtetërore apo shërbim publik. Gjithashtu janë shpallur në kërkim 15 shtetas të tjerë të moshës nga 19 vjeç dhe deri në moshën 55 vjeç, të gjithë banues në Baksiriol të dyshuar për të njëjtat vepra penale. Policia bën me dije se po vjen puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes së shënuar gjatë ditës së shtunë paradite.